Media që po e përcjellni këtë seancë, I hapi punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës të thirrur me kërkesën e 42 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Po votojmë së pari për prezencë. Regjia, votojmë tash. Atëherë, sipas votimit janë 64 deputet të pranishëm, nuk janë 56 deputet të pranishëm. Sipas, vetëm ta konfirmojmë edhe njerë nga... Atëherë edhe sipas monitorit që e keni përpara, 64 deputet janë të pranishëm. Në këtë rast, po I ftoj deputetet të cilët nuk janë të pranishëm, që të vinë në seancë, sepse edhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese kërkojnë prezencën e tyre. Konstatoj se kemi kvorum të mjaftueshëm për procedim. Fillojmë me pikën e vetme të rendit të punës për këtë seancë, zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Më lejoni fillimisht t'i adresoj disa sqarime të rëndësishme. Sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në rastin numër KO 29/11, lidhur me votimin në kuvend, në pikën 85 thuhet: Gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, neni 86.4 I Kushtetutës siguron se presidenti I Republikës së Kosovës do të zgjidhet me të 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, pra 2/3 e 120 deputetëve, minus ata deputet të cilët kanë marrë leje nga kryetari I kuvendit dhe kandidati I cili merr 80 ose më shumë vota nga votat të gjithë deputetëve në raundin e parë dhe dytë do të zgjidhet. Ju njoftoj se unë nuk kam marrë asnjë njoftim nga deputetët të cilët sot nuk janë të pranishëm, për arsyet sepse ata mungojnë. Prandaj edhe një herë në cilësinë e kryetares së kuvendit dhe bazuar edhe në aktgjykimet të gjykatës kushtetuese, kërkoj nga deputetët e kuvendit të cilët nuk janë të pranishëm që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Po ashtu gjykata I referohet nenit 70 mandatet e deputetëve të kushtetutës, I cili përcakton se deputetët e kuvendit janë përfaqësues të popullit. Për më tepër lidhur me obligimin e tyre si deputet, neni 74 ushtrimi I funksionit I kushtetutës siguron deputetët e kuvendit Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas kushtetutës, ligjeve dhe rregullores së punës së kuvendit. Në këto rrethana, të gjithë 120 deputetët e kuvendit thuhet në aktgjykim duhet të ndjehen të obliguar sipas kushtetutës, ligjit për deputet, rregullores së kuvendit dhe kodit të sjelljes të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrojnë procedurat që parashihen aty, por mbi gjitha një obligim vizavis për njerëzit e Kosovës që I zgjodhen ata. Gjithnjë po I referojmë aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Zgjedhja e presidentit të Kosovës, I cili sipas nenit 83, statusi I presidenti është kreu I shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është një rëndësie kaq të madhe saqë të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga kryetari I kuvendit të mos marrin pjesë në procedurën për zgjedhjen e presidentit siç përcaktohet në nenin 86. Pra, edhe një herë për sqarim. Asnjë nga deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët sot nuk janë të pranishëm, nuk kanë marrë leje nga unë, sipas asaj që thuhet në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, për të munguar në seancën për zgjedhjen e presidentit. Dhe po ashtu as nuk më ka njoftuar për arsyet e mungesës së tyre. Edhe një herë, si kryetare e kuvendit, bazuar në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, ftoj deputetët të cilët nuk janë të pranishëm në këtë seancë që të vinë dhe t'i përmbahen përgjegjësive kushtetuese. Po votojmë edhe një herë për prezencë. Regjia, ju lutem.
66 deputet janë të pranishëm në këtë seancë, 54 deputet nuk janë të pranishëm në këtë seancë. Unë në këtë rast ftoj që në mbështetje të neni 86 të Kushtetutës Republikës Kosovës, për President të Republikës së Kosovës janë nominuar 2 kandidat, zoti Glauko Njufca dhe zonja Fatmire Mulhoxha Kollçaku. Ftoj përfaqësuesit e propozuesve që para deputetëve të kuvendit të paraqesin arsyetimin për kandidatët e nominuar për president. Së pari le të bëhet prezantimi i kandidatit zotit Glauko Njufca. Zonja Nagavci. Faleminderit të nderuar kryetare e kuvendit, të nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, të dashur qytetar. Kam nderin e veçantë që sot para jush të prezantoj kandidatin e lëvizjes zëvendosje për president të Republikës së Kosovës, zotin Glauko Njufca. Aktualisht, zoti Glauko Njufca ushtron detyrën e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme dhe diasporës dhe këtë që nga 11 shkurti i vitit 2026. I lindur në korrekt të vitit 1981 në Prishtinë, zoti Njufca ka përfunduar studimet në filozofi në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, duke ndërtuar një profil të theksuar intelektual në fushën e mendimit filozofik dhe kritik. Krahas angazhimit politik, zoti Njufca ka zhvilluar një veprimtari akademike dhe publicistike. Është autor i veprave Huti i Minervës fluturon në Musk, Hegel, Epistema e dhomës së zezë dhe Onatologjia e artit të shtatë, të cilat trajtojnë çështjet të filozofisë klasike, teorisë së njohjes dhe estetikës së filmit. Angazhimin politik e ka nisur që nga themelimi i lëvizjes vetëvendosje. Në vitin 2010 u zgjat për herë të parë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe deri më sot është zgjedhur deputet në 7 legjislatura. Në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit të vitit 2025, ai u rendit si deputeti i dytë më i votuar në historinë e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Gjatë vitit 2011-2015, shërbeu si nënkryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në periudhën 2015-2019 ushtroi detyrën e shefit të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, duke udhëhequr përfaqësimin parlamentar të subjektit politik në kuvend. Në legjislaturën e 5, ishte zëvendës kryetari i Komisionit për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, ndërsa në legjislaturën e 6 u angazhua si antar i Komisionit për Zhvillim Ekonomik dhe Komisionit për Punë të Jashtme. Në tetor të vitit 2019, zoti Njufca u zgjodh sërish deputet dhe me 26 dhjetor të vitit 2019 mori detyrën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilën e ushtroi deri me 3 shkurt të vitit 2020. Në të njëjtin vit u emërua ministër i punëve të jashtme dhe i diasporës, detyrë që e mbajti deri në qershor të vitit 2020. Me 22 mars të vitit 2021 u rikthye në postin e kryetarit të Kuvendit, duke udhëhequr institucionin legjislativ deri me 15 prill të vitit 2025. Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit dhe të 28 dhjetorit 2025 u zgjodh sërish deputet përpara se të merrte përgjegjësinë aktuale në ekzekutiv. Glauko Njufca është i martuar dhe babai i 3 fëmijëve. Ai jeton me familjen e tij në Prishtinë. Profili i zotit Glauko Njufca është një profil i presidentit që i nevojitet vendit dhe unë juftoj të gjithëve që ta votoni. Faleminderit. Faleminderit zonja Nagavci. Tani ftoj përfaqësuesin nga lëvizja vetëvendosje, deputetin Artan Abrashi, që të bëj prezantimin e kandidatës doktoreshës deputetës zonjës Fatmire Mulhoxha Kollçaku. Faleminderit, nderuar kryetare Kuvendit,
Nderuar Kryetar, nderuar Kryeministër, Kabinet Qeveritar, të nderuar deputet të Kuvendit Kosovës. Konform rregullave kushtetuese dhe ligjore, sot para jush prezantoj ekspozen e kandidatës së radhës, doktoreshës Fatmire Mulhoxha Kolçaku. Fatmire Mulhoxha Kolçaku, e lindur me 26 gusht 1966 në Pej, është doktoresh dhe specialiste e epidemiologjisë. Ka vjuar studimet postdiplomike 2 vjeçare në menaxhment shëndetësor në kuadër të Agjencionit Evropian për rindërtim në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Karrierën si mjeke e filloi në organizatën humanitare Nëna Terezë në Prishtinë, ndërsa nga viti 2000 punon në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në kuadër të programit Hope Fellowship, ajo ka kryer trajnimin dhe vizitën studimore Leadership Study Tour 2007 në Washington dhe ka ndjekur trajnime të ndryshme profesionale dhe ka marrë pjesë në 10 konferenca dhe kongrese shkencore si autore dhe bashkautore me punime shkencore. Në politik është angazhuar që nga viti 2004 dhe është zgjedhur deputete në 6 legjislatura të Kuvendit të Kosovës, ku ka kryesuar 2 herë Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, 1 herë Komisionin Parlamentar për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Po ashtu, ka qenë antare e Komisionit për Integrime Evropiane, Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporës, si dhe Komisionit për të Drejtat e Njeriut, barazi gjinore, persona të pagjetur, viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës dhe peticione. Ka bashkëkryesuar Komisionin jo formal të deputetëve të gjelbërt dhe në legjislaturën e fundit ka kryesuar Këshillin Nacional për Zhvillim të Qëndrueshëm. Aktualisht kryeson Komisionin për të Drejtat e Njeriut, barazi gjinore, punë, familje, vlerat e luftës çlirimtare dhe peticione. Në vitin 2007, ajo u vlerësua nga KDI si deputetja më e zëshme e Kuvendit të Kosovës. Në aspektin organizativ, ka shërbyer 2 mandate si nënkryetare lëvizjesve të ndosje, ndërsa aktualisht është antare e kryesisë dhe kryesuese e Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s. Po ashtu, fushat e saj të angazhimit përfshin shëndetësinë, mirëqenien sociale, zhvillimin e qëndrueshëm dhe të drejtat e njerëzit. Ju faleminderit. Faleminderit i nderuar deputet Artan Abrashi. Me që në këtë seancë u propozuan 2 kandidat për president, pra të cilët janë nominuar. Unë në këtë rast ftoj Komisionin për Legjislacion që të mblidhen me njëherë në sallën N10 dhe të shqyrtojnë dokumentacionin, pra ta shqyrtojnë dokumentacionin nëse kandidatët e nominuar për president i plotësojnë kushtet e përcaktuara me kushtetut dhe me ligjin për presidentin e Republikës së Kosovës, dhe pastaj raportin t'ja paraqesin seancës plenare. Pra edhe njëherë, antarët e Komisionit për Legjislacion të mblidhen me njëherë në sallën N10. Derisa Komisioni për Legjislacion t'i verifikoj listat me nënshkrime dhe dokumentet të tjera, unë edhe njëherë po i bëj thirrje deputetëve të cilët nuk janë të pranishëm që të vinë në seancën e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit. Në këtë rast, deputetët të cilët mungojnë janë Adem Hoxha, Albana Bytyqi, Anton Quni, Ariana Musliu Shoshi, Armen Zemaj, Abdullah Hoti, Bek Berisha, Besian Mustafa, Blerta Deliu Kodra, Doar Sakica Gjelili, Duda Balje, Elmire Qica, Enver Hoxhaj, Ferhat Shala, Ganimete Musliu, Hykmete Bajrami, Kujtim Shala, Lumir Abdigjiku, Mërgim Lushtaku, Ramush Haradinaj, Time Kadriaj, Arbnore Saliu, Artan Behrami, Daud Haradinaj, Fadil Hadërgjonaj, Igor Simic, Jehona Lushaku Sadriu, Liliana Stefanovic, Lutfi Aziri, Miljana Nikolic, Nait Hasani, Përparim Gruda, Rahman Rama, Sala Jashari, Slavko Simic, Sërgjan Popovic, Uran Ismaili, Verica Ceranic, Vlora Qitaku, Branislav Nikolic, Adelina Thaçi Meta, Arben Mustafa, Arjan Tahiri, Bedri Hamza, Besa Kabashi Ramaj,
Eman Rahmani, Ermal Sadiku, Janina Ymeri, Kujtim Gashi, Milan Kostic, Nemanja Bisevac, u Krugova. Pra, këta janë deputetët që mungojnë sot në këtë seancë, edhe njëherë i ftoj që të vinë në seancën e jashtëzakonshme, sipas obligimeve kushtetuese, bazuar pra edhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese që e lexova më herët. Po ashtu më lejoni që t'ju njoftoj për procedurën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës sipas nenit 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 106 të rregullorës së Kuvendit. Presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet me votim të fshehtë. Për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës gjatë 3 votimeve duhet të ketë më së paku 2 kandidatë. Për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës në votimin e parë dhe votimin e dytë kërkohen 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, të paktën 80 vota për. Në votimin e tretë, presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, të paktën 61 vota për. Me këtë rast, pra, po e lexoj edhe aktvendimin e gjykatës kushtetuese në rastin KO 4716.64, në mënyrë që raundi i parë i votimit jetë i vlefshëm, të paktën 2/3 të gjithë deputetëve të Kuvendit duhet të jenë pranishëm dhe të votojnë. Nëse ky kusht nuk plotësohet, raundi i parë do të jetë i pavlefshëm. Rrjedhimisht nuk mund të mbahet raundi i dytë. Në mënyrë që raundi i dytë i votimit jetë i vlefshëm, numri i njëjtë pra, të paktën 2/3 të gjithë deputetëve të Kuvendit duhet të jenë pranishëm dhe të votojnë. Nëse ky kusht nuk plotësohet, raundi i dytë i votimit do të jetë i pavlefshëm. Vetëm atëherë kur raundi i parë dhe raundi i dytë i votimit janë të vlefshëm, mbahet raundi i tretë. Për qenë i vlefshëm, raundi i tretë kërkon të paktën praninë dhe votimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Presim derisa Komisioni për Legjislacion ta paraqes raportin.
Ju lutem deputet që t'i zini vendet tuaja, sepse Komisioni për Legjislacion e ka përfunduar mbledhjen dhe tani është rada që ta paraqes raportin. Vetëm deputet Qorolli, që është zëvendës kryetari i komisionit, sa të mblidhen deputetët, lutem. Të nderuar deputet, me që kryetari i Komisionit për Legjislacion, zoti Përparim Gruda, nuk është i pranishëm në këtë seancë, unë e ftoj zëvendës kryetarin e Komisionit, zotin Vigan Qorolli, që kuvendit ja paraqes raportin. Zoti Qorolli. Faleminderit zonja kryetare. Atëherë Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullore në kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit ka kënaqësinë që këtij kuvendit i paraqes raportin për verifikimin e kushteve të kandidatëve të nominuar për President të Republikës së Kosovës. Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete dhe Rregullore në kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion në pajtim me nenin 106, paragrafi 2 të rregullorës së kuvendit dhe në pajtim me vendimin e mbledhjes plenare të mbajtur me 5 mars 2026, shqyrtoi dokumentacionin e kandidatëve të nominuar për President të Republikës Kosovës, zotit Glau Konjufca dhe zonjës Fatmire Mullhoxha Kolçaku në lidhje me plotësimin e kushteve të parapara me dispozitat e Kushtetutës së Republikës Kosovës për të zgjedhur Presidenti i Republikës Kosovës. Komisioni, pas shqyrtimit të dokumentacionit të prezantuar, konstatoi unanimisht se kandidatët e nominuar për President të Republikës Kosovës, zoti Glau Konjufca dhe zonja Fatmire Mullhoxha Kolçaku, i plotësojnë kushtet e parapara me dispozitat e Kushtetutës dhe të ligjit për Presidentin e Republikës Kosovës, prandaj mund të procedohet zonja kryetare me votimin e kandidatëve të nominuar për President të Republikës së Kosovës. Prishtinë, 5 mars 2026. Faleminderit shumë, i nderuar zëvendës kryetar Qorolli. Tani vazhdojmë me formimin e Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës Kosovës, i përbërë nga 1 deputet prej secilit grup parlamentar. Në seancën e sotme kemi 2 grupe parlamentare, grupin parlamentar të vetëvendosjes dhe grupin parlamentar multietnik. Andaj, para se të procedojmë, ftoj përfaqësuesit e grupeve parlamentare që të propozojnë nga 1 antar në Komisionin Zgjedhor. Zonja Anagofci. Faleminderit kryetari, propozojmë deputetin Sali Zyba. Faleminderit zonja Anagofci. Grupi multietnik, deputeti Artan Aslani. Faleminderit kryetare, në emër të grupit multietnik propozojmë zonja Emilia Regjepi. Faleminderit deputet Aslani. Lus deputetët dhe regjin të bëhen gati për votimin e antarëve të Komisionit Zgjedhor. Votojmë tash. Regjia. Gjashtëdhjetë e 5 deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Konstatoj se kuvendi emëroi antarët e Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.
Tani bëhuni gati që të votojmë edhe një herë për prezencë. Regjia, votojmë tash. Gjashtëdhjetë e pesë deputet janë prezent, 55 deputet nuk janë prezent. Edhe një herë po I referohem dispozitave kushtetuese. Neni 86 I Kushtetutës së Republikës së Kosovës thotë që për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës në votimin e parë dhe votimin e dytë kërkohen 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, të paktën 80 vota për. Në sallë janë 65 deputet, edhe deputeti Gola, I cili është në sallë dhe po e zë vendin e tij. Pra 66 deputet. Me këtë rast nuk ka korum për të vazhduar më tutje me votimin. Disa herë në këtë seancë I bëra thirrje deputetëve të cilët mungojnë që të vinë, të jenë pranishëm në përputhje me kërkesat e Kushtetutës Republikës Kosovës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, situata është që ata nuk janë të pranishëm. Rrjedhimisht nuk I kemi 2/3 e deputetëve 100 nga 120 deputet, pra nuk janë 2/3 që I bie 80 deputet në sallë. Rrjedhimisht nuk mund të vazhdojmë me votimin e raundeve, sepse siç e dini, në votimin e parë duhet marrin pjesë të paktën 80 deputet, edhe në votimin e dytë duhet marrin pjesë të paktën 80 deputet, në votimin e tretë duhet marrin pjesë të paktën 61 deputet. A e dëshiron dikush fjalën? Me këtë rast, po e ndërpres këtë seancë dhe natyrisht që do ta vazhdojmë në qoftë se plotësohen kushtet. Faleminderit dhe shihemi në seancat e radhës.